A ke po kur je unë gjithë shka ta kujtën ushqimin. Krejt reklamat, poste dalin veç për ushqim, bile dhe objektet që s'kan të bojnë në ushqim, na duken si ushqim. Pse ndodh kjo? Kur ke uri, trupi yt e lëshon një hormon quajtur grelin, i cili aktivizon dëshirën për me hangër edhe të bën me u fokusu veç në ushqim. Ky është një instinkt mbijetese që na ndihmon me lyp ushqim kur energjia është e ulët. Truni pastaj e bën një far filtrimi që e ka emrin vëmendja selektive. Ai e injoron krejt stimujt e tjerë edhe fokusohet te ajo që ki nevojë më shumëti, në këtë rast ushqimin. Chicken with fries, please. Chicken with fries. Kjo ndodh edhe në situata tjera, sikur menon me ble një vetur edhe pa prit mas bashkët vetur fillon me po gjithka. Perspektiva evolucioniste thot se ky mekanizëm i ka ndihmu të pare tanë me gjetë ushqim, kur burimet kanë qenë të pakta. Nougat. Pizza? Pizza. Truni sigurohet që ndjenja e urisë me qenë në qendër të vëmendjes. Pra, herën tjetër që jetu menu veç për ushqim, nuk është veç stomaku që po të fol, po është edhe truni që kujdeset për ty. Ju apo e përjetoni këto, kallëzoni edhe mos harroni me po subscribe Radio Urban FM në krejt platformat edhe në YouTube.